A e dini se edhe peshqit kanë 5 sense, ashtu siç edhe njeriu? Po. Pra, nuhatja, shija, shikimi, dëgjimi, prekja. Është e çuditshme sepse brenda ujit vibrimet janë më të forta. Në fakt, peshqit dëgjojnë ose perceptojnë shumë herë më shumë se sa njeriu brenda ujit. Sepse vibrimet brenda ujit, përveç se janë shumë të forta, por varet nga specia që gjendet në ujë. Ne, për shembull, duke qenë në ujë, pra brenda ujit, ne dëgjojmë më pak, kurse peshqit më shumë. Bile, kur i hedh për të ngrënë peshqve, sa herë që vi këtu quhet për të ngrënë, ata shpërndajnë në të gjithë akvariumin. Pse? Sepse sa po dëgjojnë zhurmën më të vogël, me njerë shpërbëhen. Bile do t'ju them, kur u jap për të ngrënë, që ka shije tjetër, ushqimi, ata e kuptojnë me njerë. Shikoj, erdhi afër sepse kujton se do t'jap për të ngrënë. Dhe e çuditshmja, si më thonë dhe këta të shtëpisë, sa herë që afrohem unë tek akvariumi, ata sikur më njohin, jo sikur më njohin, unë them që ata më njohin, sepse sa herë që unë afrohem, presin që unë t'u jap për të ngrënë. Pra, kur unë afrohem, ata afrohen që unë t'jap për të ngrënë. Dhe kjo tregon që të gjitha speciet janë njësoj, pa çka se ne na duket sikur jemi më të zhvilluar se këto specie. Por e thash këtë sepse shpeshherë njerëzit mendojnë që duke jetuar këtu ne jemi, pra në këtë planet, ne jemi mbretërit, si quhet, mbretërit e botës ose mbretërit e xhunglës. Nuk është e vërtetë. Ne jemi një fjalë e një njeriu ose një qenjeje, le të themi, të një dimensioni tjetër, diku kisha lexuar që thoshte, njeriu është një udhëtim në veri perëndim. Pra, udhëtim në veri perëndim, që do të thotë jo veri jug dhe jo lindje perëndim, po veri perëndim për të thënë që është një rrugë shumë e shkurtër, pra e jetës së njeriut. Dhe ne na duket sikur kush e di se çfarë bëjmë. Po ne s'bëjmë gjë tjetër veç se përcjellim të njëjtat dituri njëri pas tjetrit, dhe këto nga ndërgjegjësimi që kemi bërë mundësi që të bëjmë zhvillimin ton. Dhe zhvillim që padyshim për dikë është një zhvillim i diktuar nga disa forma të tjera jete, sepse ne kemi jetuar në errësirë për gjithë një kohë të gjatë. Dhe unë doja që t'ju tregoja sot vetëm senset e peshqve, që duke banale, por janë të njëjtat me njeriun. Pres komentet tuaja, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Hajde, kalofshi bukur.